vajza, bravo. Vajza, hajde. Ishte mirë se po lexoja në bibliotekë, çka ishte? Jo, më mu pëlqeu. E dini, gjatë kohës e reklamës, e di çka po bënin vajzat me njëra tjetrën? Vajza ngrini, bëjmë me zë të lartë. Si po komunikonin me njëra tjetrën? Mau. S'ka? Është vendos ky muhabet, s'ka më? Jo, po duan t'i marrin vendin e punës atyre dyjave, po. Mau, s'ka më. Atëherë. Jemi. Ore se nga vitiri kam një pyetje. Ke vonë mend dhe ti dhe keni vonë mend gjithë ju. Pse kur themi ne gëzuar vëm pikë çuditse në fund fare? Ç'është kjo? Çudi e madhe me thonë gëzuar apo çfarë? Pse kanë dhënë kështu? Ore, unë do filloj shqetësom kur të vën pikë pyetje. Po jo, pikë çuditse në fund fare, gëzuar. Domethënë pikë çuditse në një gjuhë shqipe përdoret. Ishe dhe ti vërtet atje? Pikë çuditse. Pra domethënë, ishe dhe ti atje? Ua, si ka mundsi? Gëzuar? Pra kjo bëhet erdhi vitiri? Gëzuar? Do fesosh si do me thonë, nuk bone ti me festu. Qomër kjo punë këshu? Gëzuar, pa jo fare minon. Gëzuar, një zemër, një emoj du t'i qeshur. Një breva, një sorkave, një kapola. Gëzuar e t'i gjudice. Qomër kjo punë këshu? Si? Janë të emocionuar dhe me quditme. Janë të quditë që erdi vitiri. Atere, në fakt, viti që lam pas, një mrekullueshëm. nuk është se i mori gjitha me vetëre. Jo, kjo shqetësimet e qytetarëve. Pa tjetër që jo do ketë plot. Kalon plot edhe dhe për një nga 2026. shqetësimet që do jetë në këtë vend derisa kjo lloj qeverie, këta lloj politikanësh që në fakt që se kalova në një temë tjetër, më doli Robbie Williams para ca kohësh, aktori mrekullueshëm, e tha që politikanët janë si këto të bebeve, si quhen? Panolinet e bebeve, që duhen ndruar gjithmonë për të njëjtën arsye se janë të mushme plot. Shpreh e bukur shumë, po e tha për amerikanët ai. Pra dhe popullin e trash. I ndrojnë me thonë. Ata i ndrojnë. Ne jena Kosovo jena stoik nese. Nese heqin pampersin deri pa ardhur në tokë. Është mush pampersin deri në tokë. To na prak. Nese. Një nga problemet që 2020 çka? E më kësaj e kam bë magjis, ka mundsi. Një nga problemet e ndaja që 2025-a la 2026, 2026 dhe lejë së 7, 27, 28, 29, me radhë! 25-a kalon probleme mjaftueshëm për 100 vitet që vinë. Bravo. Derisa të mblidhet një ditë kjo drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile dhe të vendosi 2 pika. Zotëri, sot një femër e arrir nga ana financiare, ka qasjen e saj, thot duhet të kem një fëmijë. Të jem single mother. Yes. Mama e vetme. Bravo. Nuk du burr. Sot nuk regjistron do të një fëmijë, po s'pati atësin. Po jemër, do t'a bëjmë in vitro, e një baba surrogato, si quhen. Ka mëmësin. Ka fëmijën tim. E regjistron do të së në gjendje civile? Babaj. Po sosh më babaj, nuk dumër, nuk i kom besim as si mashkullin të botë. Po jo më po edhe këto klinikat që i bëjnë zhyvi nuk t'a tregojnë. Po tjetër pra. Ja. Në fakt rasti zonjës që do flasim këto është tjetër. Fëmija e saj 3 vjeçar ka kohë që ri në Shqipëri në megjithëse mamaja e ka lindur në Itali. Mund të shkojë single mother, thot, babaj Denzel Washington. Shënoja. Donald Trump. Shënoja. Right now. Shkruaj më pra. Pra, fëmija lindi në Itali me këtë certifikatën e lindjes, me vula postile dhe vajti në gjendje civile këto. Ja. Pastaj regjistrojmë dot. Po ta kam thënë më sa mirë nuk janë lindje të vështira. Po të fëmijë. Sepse u lejuar vetëm njërë të vinë në Shqipërisë, tash për të kthyer në Itali do pasaportën e gjitha. Jo që nuk regjistrojnë. Po dhe ka probleme tjera sociale që në këtë vend nuk do ta di njeri. Kam thënë nuk është lindja e vështira ose operacioni cezarian. Jo. Regjistrimi është halli. Pra ne matë robi. Madje para sa kohësh ke thënë që ai epiduriali nuk bëhet për lindjen. Bëhet për dhimbjet. Para gratitje për dhimbjet që do të kesh për të merrë gjendje gjatë regjistrimit. Pra po thoja ky fëmijë në këto 2 vjet, 3 që ka këtu në Shqipëri që nuk ikën dot, nuk ka bërë dot asnjë lloj vaksine. Flas nga shteti, që duhet t'i japi falas. Ai ka bler prindi me lek. Patjetër që i ka bler, pa ato lek mund të kishte në bank, apo të çonte diku tjetër. Nuk ka marrë asnjë lloj arsimi parashkollor, asnjë lloj gjëje. Pra sot ai fëmijë është një fëmijë i paregjistruar në një sistem. Megjithëse xhanë këtu kene nuk është ata të regjistruarit po i bëj këto gjëra, më po, si është taketa e të regjistruar, që ta marri me vete në Itali. Pra në këtë vënd, me gjithë se flet për një problem, nuk do t'a di njëri. Nuk do t'a di njëri nga këta që drejtojnë, ose nga këta që duhet të rregullojnë gjërat. Nëse në këtë vënd flet për shumë që ore çmimet janë pak të larta, s'do t'a di njëri fare. Si kemi ligjet ne vetëm bardhëzimu, po vetëm paragrafi A dhe B, po është A, B, C, D, Ž, deri te Ž-ja më ka opsione të tjera. Ai ka bërë ligjet s'ka ditë alfabeti, vetëm A, B, C ka ditë. Ndiqeni pak hapin e parë.
Ju përshëndes nga qyteti Durrësit, jam së bashku me zonjën Silva, e cila sapo ka mbërritur nga Italia nëpërmjet linjës së tragjetit Bari-Durrës. Arsyeja pse vjen në Shqipëri është për shkak të djalit. Prej 8 muajsh djali i saj ka mbetur brenda kufive të vendit tonë, pasi nuk po arrin dot që ta regjistrojnë në gjendje civile. Në fakt, historia juaj është pak e komplikuar, pasi ju prej vitit 2005 deri më sot vijoni të jeni e martuar në Shqipëri, megjithse martesa ka marrë fund sepse ju nuk jetoni më me të. Para shumë vitesh unë jam e martuar me zotin Stefan Lulaj nga Vari Bopi, në komunën e Cakranit, ku zotëria kemi shumë vjetë që jemi ndarë për motivet e tona personale. Unë e kam lënë atë dhe kam ikur. Tani kam ardhur para 8 muaj sepse më ka vdekur babaj, kam pur dhe djalin tim që e kam lindur. Djali tim ka vdekur baba dhe është pa baba, por kam shkuar te gjendja civile në Mallakastër dhe ata më kanë thënë që jo, duhet shkosh ku je e martuar zonjë, neve nuk mund të bëjmë dot asgjë. Kam shkuar në Cakran 2 herë, zotëria më ka thënë jo, sepse duhet babaj, por djali im ka lind pa baba dhe unë nuk e kuptoj se si mundet një shtet të mbaj një fëmijë 2 vjeç peng, sepse mua më duket sikur është një shtet që mbaj një fëmijë peng. Fëmia çfarë bën këtu? Rri me mamin tim, nuk shkon dot as në shkollë dhe as të shkoj tek një doktor. Sa herë ju duhet të vini në Shqipëri për ta takuar? Çdo muaj nga një javë, rri çdo një javë, çdo muaj. Si mund të ndahet një fëmijë kaq i vogël nga nëna? As nuk e imagjinoj dot, nuk ekziston në botë. Ka ardhur... 8 muaj, mërë. 8 muaj që vjen vërdall në regjistru një fëmijë, mërë. Vjen vërdall ajo. Edhe të vi. Edhe të vi, se si që ka të regjistro këti një fëmija qo. Nuk është se këtu bënë më shpejt regjistrimet e pronave, të bënë i sojesh më regjistrimet. Pra, këtu në qofë se ke nevoj të regjistrosh një gjithë tënde që duhet ta bëj shteti shqiptar të plasin buzën. Pronat, 25-30 vjetë. Regjistrimi fëmijës, 3 vjetë. Regjistrimi ku duhet... Po se shënon aty dhe spreken mama pjesë. Sa shëmbuj kemi që s'janë prek do të kadastër, as regjistra, as krona. Sa shëmbuj kemi? Për lotëra, po shkujt aty vetëm grisen fletët që nuk preket. Pra, nëse shteti ty të regjistron një gjop, ta merë për i se gatëror ty atë. Ore pri që do ankom, are paguje, pasa janë kohë. Pas ti paguje njerë, pas ta ndaq ankohu, ndaq shkull flokë, ndaq bjemu. Daq malko vetën, po ti paguje herë. Paguje herë. Mani menat e shprejen, paguje, që të kesh, ku të kesh, që ka qenë një gjë këshu me. Sa ta kesh dhe si ta kesh. Dinjeni pak. Në 15 qershor të vitit 2022 ka ardhur në jetë djali i zonjës Silva. Ky është akti lindjes nga shteti italian, i pajisur dhe me vulën apostile, sigurisht shoqërohet dhe me përkthimin përkatës. Ky është i fundit që zonja Silva ka marrë tashmë përpara se të vinte në Shqipëri. Por prej 8 muajsh, e njëjta procedurë ndiqet nga zonja Silva për të regjistruar djalin, i drejtohet gjendjes civile në njësinë administrative të Cakranit, Bashkia Fier, dhe merr të njëjtën përgjigje, jo, nuk mund të bëhet regjistrimi. Për ta besuar një gjë të tillë, nëpërmjet kamerës së fsheht ju drejtuam kësaj gjendje civile. Ja cila është përgjigjja? Jam në atë fëmijë që ka marrë dyer të tjerë që duhet ta regjistroj. Unë jam Silvana Lulaj, e martuar me zotin Kalem Lulaj. Ky është akti lindjes që unë kemi në Kali. E kam me apostile. Unë kërkoj regjistrimin e djalit tim. Ti je martuar, po. Silvana Lulaj. Po. Po ti je me Kalemin. Dhe po t'jem? Si ka mundësi të bësh të regjistrimin mirë? Po më ke bërë këtë fëmijë? Më ke bërë këtë fëmijë? Si ka se me ka bërë fëmijën? A janë letër, a mund ta regjistroj djalin? Fëmija do e shmartuar zonja. Po baba, ka gjysë? Jo. Ti do të bësh me këtë baban, a e ke me këtë baban? Tani, atëherë e lem baban, diçka, a mund të regjistrojmë fëmijën apo jo? Jo. Arsyeja? Jo, do të jetë është e martuar zonja. Po edhe? Do të shlej atësinë e fëmijës. Do të thënë, ti po thuaj që me këto dokumenta që ka nuk mund ta regjistroj. Atësi jo, se është e martuar kjo. A regjistrohet apo jo? Bëj baban dhe regjistrojët. Do me thënë? Bëj baban tja fëmijë, si që ka, se është e martuar. Aha. Dhe hajtë të registrojmë direkt. Kash. Po. Pra, zotëria i tha atje që s'ka baba. Po s'ka mërë baba. Dhe pyetët, me kë ke bërë këtë? Qa duhet ty për me kë kam bërë këtë fëmijë? është puna ime me kë kam bërë regjistruar për fëmijën? Në botë sot, Me kë ke ka bërë një këtë opcion të tillë që një proces divorci, ke një fëmijë tjetër me dikë që do, ai ka ndruar jetë si rasti zonjës fatkesisht. Me kë e ke? S'ka aci, shkruhet në klapa
pa atësi për momentin, dhe sa të bëhet gjyqi, dhe sa të bëhen veprime, dhe sa bëhet shkruhet Johnny, apo Smith, apo këtë një emër tjetër. Po blet me shkrim në certifikatën e lindjes, në regjistrim që sqarohet problemi i atësisë, sepse ju thash mund të jetë me një baba surrogato, pra me një donator që nuk e di kush është janë, vetëm në klinik, me një proces in vitro, fare kaq. Çfarë kamër jau? Po regjistroni për fëmijët, bëjnë gjilponat. I bëjnë ligjet me 2 opsione, më ka plot opsione tjera, mos ja bë bota më janë 8 miliard, më kështu ngelen pa regjistruar. A shuar i vërdat gjithë. Kinezët, ka shumë kinez, po i bime gjën 600 milion kinez pa regjistrum. Atë, dijeni. Është momenti që të dalim haptazi për të kuptuar se përse nuk po bëhet regjistrimi i djalit të zonjës Silva. Së bashku me zonjën i drejtohemi gjendjes civile. Ky është komunikimi i parë me punojësin. Silvana është me i martes tjetër. Po. Zonja, dhe për them, është patë si fëmija. Çfarë parashikon ligji në këto raste? Nuk parashikon ligji. Je i sigurt që nuk parashikon diçka? S'po më kupton. Kjo është në proces divorci. Jo, pak rëndësi ka për juve nëse është në proces divorci apo jo. Çfarë parashikon ligji për sa i përket regjistrimit të fëmijëve në Republikën e Shqipërisë? Po t'ja bëjmë zonjës për i tash, je në proces divorci. Do shikojmë, ta përkthej njërë, zonjë, përkthej në të zojë dhe hajde këtu. Te dokumentin. Unë kam marrë për halë Shqipëve, nuk më mbash ti pengë të fëmijën tim. Mere këtu e këtë përkthyer. E Shqip edhe italisht e ky e kam bërë unë, kam marrë 3 herë në zotrinj. E sherë, po më mban fëmijën pengë. E kupton çfarë do të thotë? Ore ju jeni kanceri i shtetit shqiptar. Ju jeni kanceri i shtetit shqiptar. Të vizor. Se po më lën fëmijën 2 vjeç, po më mban fëmijën aty. Edhe të rand, turp të vi. Në komunikimin me drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile i thuhet që gjendja civile e Cakranit t'i drejtohet gjykatës së Fierit për të kërkuar një mendim në lidhje me procedurën se si të regjistrohet ky fëmijë. Tani për momentin ne nuk e zgjidhim dot. Ne do t'i bëjmë shkresë gjykatës. Si drejtori i gjykatës i me drejtorinë. Po? Po. Dhe më tha që ne nuk mund ta regjistrojmë këtë. Duhet i drejtojmë gjykatës që ta orientojmë, t'i themi gjykatës që zonja është në proces dhe të marrë një vendim gjykatës. Duhet ta vëmë në dieni. Sot na del drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile dhe na thot ne do të kursejmë ty që mos t'i harxosh ato 700 euro, 700.000 lekë për analizën e ADN-s dhe nuk do të çojmë gjykat, po do shkojmë ne të flasim me gjykatën. Se çfarë do flasim me gjykatën? Nuk e di, se gjykata nuk mund të shprehet për një fëmijë që nuk është në trungun e familjes. Për një fëmijë që nuk është i regjistruar. Është fëmia si nuk ekziston më në Shqipëri. Po kjo është pikë e re nga drejtoria e përgjithshme, definitivisht. Këtë të tha, ne do t'i kërkojmë gjykatës që të shprehet në lidhje me këtë, apo jo? E kam kuptuar qartë. Pra, gjendja civile do t'i kërkojë gjykatës Fierit se çfarë mendimi do t'japi në lidhje me regjistrimin e fëmijës tuaj që nuk është kurkund për shtetin shqiptar. Maksimal, nuk ekziston fëmia im për shtetin shqiptar. Në fakt në këtë moment, përveç se i kultururi zonja Silvana, hyri në lojë të drejtoria e përgjithshme, lëvizi çik venit. Drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile. Vajza, pak kështu sa për drejtoria e përgjithshme. Sa për ajër nga poshtë. Bravo, bravo. E cila Deus Ex Machina e zgjidhi problematikën në sekond. Zgjidhi. Patjetër. E di çfarë tha? Do flasim ne tha me gjykatën e Fierit, që t'japi një mendim. Na japi gjykata ne një mendim se si ta regjistrojmë. Bravo. Pra, drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile do pyesi gjykatën e Fierit për një fëmijë që nuk është regjistruar kërkund. Përgjithsisht gjykata që nuk ekziston kërkund për shtetin shqiptar. Dhe ajo prej që të marrë një mendim. Gjykata do i thotë, pyesni gjendjen civile. Të mallakastër sa djegu është. Dese, në fakt zonja pas kaq vitesh u drejtuat për një proces divorci. Megjithatë, pasi folëm dhe pasi e panë, në fakt kjo histori do një zgjidhje tjetër, së generis, në themel të gjës, për të regjistruar një fëmijë. Me një hapësirë, me një klauzor që ka sot bota europiane, ose vendet europiane, ka sa dush, nëse jenë proces divorci, që mund të lindi një fëmijë mërë. Lindi një fëmijë duke qenë proces divorci, dhe divorci që janë tek ne, që zja se ka 10 vjetë. 10 vjetë e fëmijë zëri pa u regjistru. Regjistrohet me një atësi provizore, apo me vizë, me shënimin poshtë, pasi të marroj procesin gjyqësor. Pasi të zgjidhet kjo dhe të zgjidhet kjo, vendoset atësia apo tjetër. Po s'mund të rri fëmia pa shkollë.
pa vaksina, Me sa zgjasin gjyqe tu, E. ky fëmija 35 vjeç, pastaj e vendos vetë se kjo do ketë për baba. A, bravo. Ashtë. Digjeni. Për herë të dytë në qershor të vitit 2025, Silva ka regjistruar pranë gjykatës së Fierit kërkesën e saj për zgjidhje martese. Për zgjidhur një martesë që duhet thënë ka 20 vite që tashmë nuk funksionon dhe nuk ka asnjë lloj bashkëjetese mes palëve. Secili prej tyre ka vijuar jetën, duke referuar situatës së zonjës Silva, tashmë ka një djalë 3 vjeç i cili ende vijon të jetë i paregjistruar për shkak të kësaj problematike që ne u përballëm dhe në gjendjen civile të njësisë administrative të Cakranit. Gjyqtari i kësaj çështje është zoti Taulant Liço. Nëpërmjet emisionit Stop ne i bëjmë thirrje që të mendoj për atë djalë të vogël 3 vjeçar, i cili nuk është babai biologjik bashorti i Silvës për cilën është procesi i divorcit, por ama sot i mohohen shërbimet shëndetësore apo dhe të edukimit në institucionet arsimore, sepse nuk figuron si shtetas shqiptar. Jemi rikthyer në Cakran të Fierit, nuk u mjaftuam me atë përgjigje që punonjësja nga drejtoria e përgjithshme i dha punonjësit në njësinë administrative të Cakranit. Dhe tashmë kemi një zgjidhje, fëmia do të regjistrohet. Që të bëhet regjistrimi, ju jeni të martuar. Automatikisht Shqipëria thot, në momentin që je martuar, i kujdo të jetë fëmia, atësin do marri të burrit. Sepse jetë sot je bashkëshorte e Stefanit. Po, s'ka problem, bej. Tani Silva, Po. me certifikatën në dorë, O, zot, jam shumë e lumtur, o, zot, faleminderit në 100 teqe vere, o, zot. Mirë. tani mund të pajisësh me certifikat, mund të pajisësh me pasaportën. Po. Edhe të ikim në shtëpinë tonë, se u meruam. Do ma pusësh shumë djalin nga ana ime. Dhe pse e dhash këtë, që ta kuptosh këndjan. Sepse këta lloj qiratallarësh, mos themi fjalë tjetër, pa e them kështu qiratallarësh, për një problem që duhet japin zgjidhje brenda 2 minutave për regjistrimin një prone apo të një fëmije. Ose dikuj që e ka me ngut. A bravo, tjetër. Që e ka pronën me ngut. Ta lloj qiratallarësh janë ustallar kur duan të regjistrojnë shokut prona, ndërtime, certifikata, e kujtun çfarë. Tendera, që japin shokut, nda ama kene bëjnë striktin, kene bëjnë shtetin, ke njëri tjetri. Mos u bëj negativ. Kush e ka me ngut për të marrë pronën e tjetrit, nuk pengohet. Nuk pengohet, bravo. Ai që ndëdë. Si tha, mos ta shoh mo gjithë jetën këtë të mori punë. A bravo, të morë që të gjegjen. Që ka i tash ka me morë punë ai. Yrë dryq. Vajza, këto janë mallkime, jo ato që të kanë kap ty. Kjo është. Ne, kjo është magji e zezë. Me thona jo. Hajde, afro shmetu, pa dalë në publicitet. Hajde. Me thona jo. Aminon, hajde, në vizit, po që ta ngërdik në ju, po. Po se ullet veç ajo i ka ngell hatër e saj, çfarë ka? Jo, është koreografia. Koreografia. Ka që po zihen për flokësh. Edhe si shta thot, ju bëj një balet që mos mbrin afër. Po, kjo që mendon ty që të kanë bo magjia, balet çfarë kanë thonë, nuk është gjë. S'është gjë mi zemër. E di çfarë do ishte gjë. Qofse ti do ishe një firmë ndërtimi që do bëja ku diun rrugë, ura, pallate dhe të thoshte njoni apo njona, gjithë jetën s'ke për të mora si punë, s'ke për të bo pikën e hajrit. Këtu është me mos keni gjuhë dhe mos bofsh pikën e hajrit? Ajo është. Kjo është pasaj jarëm. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.